Dashi. Ka rrezik të bëni edhe ndonjë çmenduri gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, vetëm për të mbajtur zgjuar gjithkohës zjarrin e pasionin. Beqarët adoleshente do jetë ata më me shumë fat në dashuri, të tjerët do duhet ende të presin. Financat duhen pasur gjithkohës në vëmendje. Me mire shpenzoni me kursin në mënyrë që të mos keni vështirësi me vonë. Demi. Do ndjeni shumë të lumtur gjatë kësaj dite në krahët e atij që dashuroni dhe shpesh do ju duket sikur ne të vërtet jeni në një ëndër. Beqarët do ja dalin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjate. Çdo gjë do jetë më e bukur sot. Marrëdhënia juaj me parat nuk do jetë shumë e mire. Do shpenzoni pa u menduar as pak dhe kjo mund të sjellë probleme serioze. Binjakët. Duhet të kujdeseni me shumë për çështjet e zemrës gjatë kësaj dite. Kohët e fundit e keni lënë paksa pas dore atë që keni në krah dhe nëse vazhdoni me këtë mënyrë sjelljeje do e humbisni pak nga pak. Beqarët do kenë që në orët e para të mëngjesit disa takime të cilat do i emocionojnë pa mase. Në planin financiar do ju duhet patjetër ndihma e ekspertëve për të stabilizuar gjendjen. Gaforja. Jeta juaj në çift nuk do ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Do ja plotësoni gjithkohës nevojat njëri tjetrit. Beqarët nuk duhet të dalin menjëherë në përfundime pa i njohur mirë disa persona. Mos bëni gabime për të cilat të pendoheni shpejt. Me financat nuk duhet kurse si të luani. Ruajeni gjendjen të paktën në gjendjen që është. Luani. Jeta juaj në çift nuk do jetë gjatë gjithë kohës e qetë sot. Në disa momente nuk do bini dakord me atë që keni në ekran dhe do debatoni. Beqarët do ndihen mire ashtu si janë dhe nuk do e mbajnë as pak mendjen tek krijimi i një lidhjeje. Në fakt edhe sikur ta bënin mundësit nuk do jenë të mëdha. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni shumë edhe sikur gjendja të jetë e mire. Virgjeresha. Ditë e mbushur me pasion dhe emocione të forta, kjo e sotmja për të dashuruarit. Çdo gjë do shkojë për mrekullin ndërmjet jush dhe atij që keni në krah. Nuk do keni me çfarë të kërkoni tjetër. Beqarët do vazhdojnë të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Të ardhurat do vinë duke u përmirësuar. Do ndiqni një strategji strikte. Peshorja. Ditë mjaft e qetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Lidhja juaj do jetë aq e fortë sa që asgjë nuk mund t'u aprishë harmoninë dhe bashkëpunimin. Beqarëve do ju rahe zemra fort pasi të marrin një propozim të veçantë nga një person që e kanë njohur prej vitesh. Bëni atë që ju thot zemra. Financat do i menaxhoni me shumë maturi. Akrepi. Ditë shumë e veçantë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Qielli do u ndriçojë mendimet dhe çdo gjë do ecë për mrekulli. Edhe beqarët do jenë të privilegjuar sot. Do takojnë pafund persona interesante dhe me njërin mund të hedhin edhe hapa me tej. Të ardhurat do kenë përmirësime të vogla. Do kryeni pa frike edhe ndonjë shpenzim me shumë. Shigjetari. Neptuni do ju nxitet të filloni projekte të përbashkëta me partnerin tuaj sot në mënyrë që të afroheni edhe më tepër me njëri tjetrin. Do njiheni edhe në një anë tjetër tashme. Beqarët do jene me të qartë për ata që duan të bëjnë në jetën sentimentale. Mundësit për takime do jene të mëdha. Me financat tregohuni sa me të arsyeshëm sepse po përkeqësua gjendja vështirë se do stabilizohet. Bricjapi. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni sot kohën kur të jeni pranë partnerit. Flisni me të për çdo gjë që ju shqetëson, por edhe për gjërat që ju bëjnë të ndiheni mirë. Beqarët nuk do kenë as pak fat dhe do mbeten përsëri vetëm. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri sepse po filluar problemet, vështirë se mund të mbarojnë kollaj. Ujori. Fatmirësisht edhe për ju do jetë një ditë e bekuar nga yjet. Do kuptoheni mjaft mire me atë që keni në krah dhe do hidhni edhe hapa me tej. Beqarët do marrin disa ftesa, por jo të gjitha do i pranojnë. Do jetën në dorën e tyre nëse do duan apo jo të ndryshojnë statusin. Në planin financiar duhet të bëni sa më shumë kursin në mënyrë që të mos keni vështirësi as me vonë. Peshqit.
Do jeni me humor shumë të mire gjatë kësaj dite dhe do i zgjidhni me mirë kuptim edhe mosmarrëveshjet e vogla që keni pasur. Beqaret do takojnë persona interesante të cilët do ua shtojnë edhe me shumë dëshirën për të filluar një lidhje. Shumë shpejt do ndryshoni edhe status. Financat do jene të privilegjuara gjithë kohës. Mos u shqetësoni për këtë sektor.